Fatmir Limaj e Lumir Abdëgjiku po hynë në koalicion. Donë se nuk treguan për çka kanë fol, pak a shumë po dihet çka ka mujt me kon tema boshtore diskutimit. Kur u pyetën për takimin, as Limaj as Abdëgjiku nuk folën asnjë fjalë. Një takim i shkëlqyeshëm me një mik të shkëlqyeshëm me Fatmir Limaj. Siç po shihet, atmosfera e takimit ka qenë e mirë. Abdëgjiku foli në superlativ për takimin dhe Limajin. Një gjë dihet e sigurt. Abdëgjiku e Limaj nuk kanë folë për koalicion të opozitës. Tashmë kjo temë është e tejkaluar. Gjithmonë ka qenë veç një iluzion, një mirazh, më shumë se sa një mundësi e vërtetë për ta themeluar një qeveri të opozitës. Nga burimet e mia në takim është folë për hapat tutje drejt zgjedhjeve të reja, pra mundësia një bashkëpunimi mes LDK-s e Nismës për ta bërë pra një listë të përbashkët. Me shumë gjas, Limaj e Nisma do të garojnë në listën e LDK-s. Është një koalicion interesant. LDK-ja për herë të parë po bën koalicion parazgjedhor me një prej komandantëve më të njohur të UÇK-s, që s'vjen nga Farku. Kjo e hap rrugën për votat e Malishevës me rrethin, ku LDK-ja çalon. Limaj dorën e zemër ka mjaftueshëm vota sa me bë LDK-n partinë e dytë në Kosovë, duke vendosur LDK-n mbi PDK-n. Do të ishte një hakmarrje shërbyer në pjatë ftoft nga ana e Limajt. PDK-ja refuzoi në zgjedhjet e kaluara, ndërsa tash Limaj mundet me kon njeriu që bën PDK-n parti të tretë. Shpresoj që shpejt dhe zyrtarisht kena me marrë vesh se çka u fol në takimin e Abdëgjikut me Limajin. Mos harroni ma bë follow nëse dëshironi me kon të informuar për temat e politikës dhe jo vetëm për politikë.